Infrastruktura rrugore në Kosovën e pas luftës ishte në gjendje katastrofike. Një infrastrukturë rrugore urbane mjaft e dëmtuar dhe pothuajse fare pa infrastrukturë rrugore rurale. Kosova kishte mjaft punë për të bërë në këtë drejtim. Sot Kosova ka një pamje tjetër. 10 vjet pas luftës e sidomos 2 vitet e fundit gjëra duken ndryshe. Ndërtimi infrastrukturës është si parakusht për zhvillimin ekonomik të një vendit. Kjo nuk është diçka që kemi zbuluar në Kosovë. Kjo që ka ndodhur pothuajse në çdo vend. E posa që është ato vendet të cilat kanë kaluar nga situata të vështira dhe të rëna të luftës siç ka kaluar Kosova. Dhe këto kanë treguar në vende të tjera kanë treguar që rezultatet janë shumë pozitive nëse orientohen qartë zhvillimi i infrastrukturës do t'i ndihmonte zhvillimit të tërësishëm dhe të transformimit ekonomik të një vendi. E cilësuar me të drejtë si një ndër ministritë më të suksesshme, Ministria e Transportit dhe Post Telekomunikacionit, me theks të veçantë gjatë mandatit të ministrit Fatmir Limaj, ka bërë shumë si në infrastrukturën rrugore, në telekomunikacion, si dhe në aviacionin civil, duke ndikuar drejt për drejt në përmirësimin e jetës së qytetarëve të Kosovës dhe duke bërë që Kosova, shteti më i ri në botë, të jetë gjithnjë më afër Bashkimit Evropian. Gjatë 2 vjetëve të fundit, Ministria e Transportit ka arritur që të ketë rritje të investimeve kapitale, kështu që realizimi i investimeve kapitale ka qenë 511%, më shumë se sa për 3 vjet, 2005, 2006 dhe 2007. Vetëm këtë vit, kjo ministri ka filluar dhe ka realizuar mbi 200 projekte, që konsistojnë në zgjerimin e rrugëve nacionale dhe në ndërtimin e rrugëve nacionale dhe lokale. Nëse flasim me para, në 2007 kanë arritë investohen ose të realizohen shpenzime kapitale në Ministrinë e Transportit diku te 8 milion euro, ndërsa në vitin e kaluar ne kemi kaluar shifrën e 126 milion euro. Këtë vit është shënuar rritje investimeve kapitale për 11.13%, krahasuar me vitin 2008, me rreth 400 km rrugë nacionale dhe rajonale të cilat janë asfaltuar vetëm gjatë këtij viti. Të shënuara si rezultate të veçanta janë edhe 2 projekte, apo si quhen në këtë ministri, M9 dhe M2, përkatësisht rrugët magjistrale Prishtinë-Shkabaj dhe Prishtinë-Slatin, të cilat pothuajse kanë përfunduar, sepse ka mbetur vetëm dhe shtresa e fundit e asfaltit, për cilën ekspertët kanë këshilluar që të mos bëhet tani për shkak të kushteve atmosferike, kështu që kjo do të realizohet në pranverë. Në rrugën magjistrale Prishtinë-Pej ka filluar së realizuari segmenti Slatin-Gjurgjic, që do të përfundohet në fund të vitit të ardhshëm. Ju dini që Kosova është ballafaquar sidomos pas luftës me sfidën e migrimit të popullsisë nga zonat kufitare në brendësi territorit, për faktin që s'kan pas mundësi dhe kushte për jetesë. Qëllimi ka qenë që atje njerëzit të bëhen mundësia për të jetuar, por njëkohësisht të hapen edhe korridorët komunikimit. Derisa pak vite më herët ishin të pakta fshatrat në cilat rruga ishte asfaltuar, tani është e kundërta, pasi të pakta janë ato vendbanime në të cilat nuk ka shkuar asfalti, dhe kjo deri në zonat më të thella të vendit. Janë me qindra kilometra asfalt që janë realizuar vetëm vitin që e lan pas. Investimi në zonat rurale, duke ditur që pas luftës Kosova ka qenë ballafaquar me migrim të pakontrolluar nga fshatrat në qytete, ka qenë edhe njëra nga strategjitë kryesore të kësaj ministrie. Dhe ne kemi menduar që me investimet fuqishme që do të bëjë shteti i Kosovës, qeveria e Kosovës, do të krijojnë mundësi dhe perspektivë të reja në vendbanimeve rurale, fshatrave të Kosovës, me qëllim që njerëzit vazhdojnë të jetojnë në vendet e tyre, të vazhdojnë të mirën me ekonomitë e tyre familjare. Kjo ka ndikuar drejt për drejt në jetën e njerëzve në zonat rurale, të cilet me infrastrukturën rrugore që është ofruar, tani shohin perspektiva të reja në vendbanime rurale, me mundësi zhvillim të ekonomive të tyre familjare.
Në mesin e angazhimeve të kësaj ministrie në vitin që lan pas, ishte edhe zhvillimi i procedurave për realizimin e projektit të madh nacional, autostradës Prishtinë-Vërmic. Po krijohen korridoret të cilat vendin tonë, Kosovën po nxjerrin nga izolimi. Realisht Kosova ka qenë një mënyrë e izoluar. Tregu i Kosovës ka pas vështirësi për të pasur akses në tregun ndërkombëtar. Me krijimin e dy korridore tepër të rëndësishme, kjo në drejtim Durrësit dhe ajo në drejtim të Shkupit, krijohen dy korridore tepër të rëndësishme për zhvillimin e gjendbashëm ekonomik dhe të komunikimit të njerëzve. Posaçërisht rruga që do të fillojmë, autostrada Prishtinë-Durrës, Kosovën do ta bëjmë me daljen deti. Ekonomia e Kosovës nuk do të jetë e kurrëzuar të ketë vetëm një korridor ose një rrugë lidhëse për shkëmbim mandrash dhe investimesh dhe për komunikim mes Kosovës dhe shteteve tjera, por përfundimisht krijohet një korridor i qëndrueshëm, i përjetshëm, korridori Prishtinë-Durrës, që pastaj do ta lidhë me botën. Në fundit është ëndra e njerëzve, është ëndra e kosovarëve, ëndra e shqiptarëve për të parë një rrugë të tillë. Kur është fjala për arritje në lëmin e transportit, gjatë këtij viti është bërë antarësimi i Kosovës në Unionin Rrugor Ndërkombëtar. Është nënshkruar traktati i transportit MBE-n. Është realizuar negocimi i marrëveshjeve bilaterale me Maqedoninë, Turqinë dhe Bullgarinë. Këmbimi i lejeve për transport me check-in. Nënshkrimi i protokollit me Shqipërinë dhe liberalizimi. Zhvillimi i transportit rrugor të udhëtarëve me gjitha vendet ku jetojnë bashkëqytetarët tanë. Trajnimi i 264 menaxherëve në fushën e transportit në qendrën për trajnime profesionale të akredituar në IRU, si dhe përgatitja e implementimit të tahografëve digjital. Një histori e suksesshme e kësaj ministrie është edhe telekomunikacioni, ku përmes politikave të saj është arritur që kjo fushë shumë e rëndësishme të jetë mjaft konkurrente, jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë. Telefonia fikse, ajo mobile, interneti dhe sistemi kablovik kanë gjetur shtrirje të gjerë në gjithë territorin, duke krijuar kështu një konkurrencë të shëndosh mes operatorit publik dhe atij privat, e cila është në favor të qytetarëve të Kosovës. Politika tona shkojnë në frymën e zhvillimit të mëtejshëm të kësaj fushë telekomunikacionit në Kosovë dhe të shkojë drejt standardeve që kanë vendet e avancuar në këtash në Bashkimit Evropian. Kjo është politika tona, shkojnë në drejtim që rrjeti i telekomunikacionit të shtrihet tani në Kosovës dhe jo rastësisht se qytetarët e Kosovës e kanë çmimin po them më të lirë në region të impulsave të bisedave telefonike, që kjo është një diçka tregon që megjithatë Kosova ka ruajtur një identitet vetin të tregut brenda saj dhe ka qenë një konkurrencë e shëndoshme mes dy operatorëve. Në vitin 2009, në lëmin e telekomunikacionit, kjo ministri numëron disa të arritura, si krijimi i bazës ligjore dhe administrative për kodin shtetëror të internetit, ligji për shërbime postare dhe ligji për parandalimin e krimit kibernetik, konstituimi i bordit të ART-s, projekti webgisit kombëtar, miratimi i tarifave për shërbimet postare ndërkombëtare, licencimi i 2 operatorëve të rinj postar, emisionet e pullave të reja postare, organizimi i konferencës ndërkombëtare për infrastrukturën brezgjer të telekomunikimeve, participimi në projektin e Komisionit Evropian për mbikëqyrjen e sektorit të komunikimeve elektronike dhe shërbimeve të shoqërisë informative, si dhe pjesëmarrje aktive në iniciativat e Këshillit për Bashkëpunim Rajonal. Punë mjaft e madhe është bërë edhe në aviacionin civil. Është bërë kompletimi i legjislacionit sekondar për aviacionin civil, konstituimi i bordit të drejtorëve të autoritetit të aviacionit civil, emetimi licencave për operime ajrore, nënshkrimi i marrëveshjeve bilaterale me Zvicrën dhe Turqinë, është nënshkruar memorandumi i mirëkuptimit me Shqipërinë, është bërë realizimi i investimeve kapitale në ANP, rritja e performancës ekonomike të ANP-s, zgjerimi dhe përmirësimi i shërbimeve në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës dhe ngritja e numrit të pasagerëve.